pas ka qenë ndjenjë. Jo, po ti je dakord me mua që përpara se ti ke që e kuptoj që nuk është një lojë. Po, 3 ditë e fundit. Sa kohë ka mund që nuk debatoj me ty? E me gjitha këtë? Ti po flet për biseda këtu e para i muaj, e kupton? Po, një gjë që unë për shembull ta kam kërkuar atë që ke dëgjuar atje, mos e, ti ke folur me njerëz të tjerë në këtë shtëpi pas krave. Dhe të kanë thënë të kujdes. Kur e ke parë? Thjesht po duhet kujtoj kontekstin pse e kam thënë, se mbase kam qenë i frustruar me dhomë. Jo, i kisha me mua, flisje me mua, për mua, nuk ka lidhje. Po çfarë konteksti më? A e mban mend apo jo? Fol trosh. Ore, një ke folur me një siguri për mua që unë kështu jam, ti më njeh shumë mirë. Ku më ke parë, si më ke parë, ti ma dha me një për mua që unë sem kështu. Ti po flet për kohën e Gertit, kur ishin Gert Fera. Nuk di të them datën. Nëse ka qenë ajo kohë për Gertin, boja çmos për ta evituar temë, sepse nuk doja me fol për atë temë. Ai thonte që flisje në marrëdhënie me Gjestin ti. Marrëdhënie me Gjestin? Po. Sepse ju keni një kontradikt të madhe. Ju njëherë thoni ai, siç i thatë, ai jep shpresa, ti e ke bërë që të i kontradiktor, e ke futur këtu, e ke bërë aty, e ke thënë këtë, e ke thënë atë, e ke kriju këtë në mendje, etj, dhe në fund i thua këtë gjë tjetër. Dhe nga që s'të dua, po ti, dhe nga që nuk e do. Pra ju i bini për këtë gjë, që i thoni që i ke dhënë gjithë shpresat e botës, që ajo të besoj diçka, që ti ndjen diçka në fund i thua. Gjithmonë ka qenë një hije dyshimi te unë, mund të jetë dhe në anën tjetër thoni Egli, Lun, tani ndajeni, se ose më bën të vuaj se bën këtë gjën, edhe unë besoj diçka tjetër dhe pastaj më dhëm që bën të rishë mos e kput, o më dhëm, ose luaj dhe s'më dhëm bekot. Shkjo kontradita. Unë ta kam thënë gjithmonë, marrën atë e jam. Marrën atë e s'kam qenë asnjëherë. Nuk e di është ndjenjë apo jo.